Mirëmëngjesi. Hajde, të bëjmë sigurisht në vegjël. Gati për Kozmos. Jo, po është dhe dora mbrapa. Është dora mbrapa. Unë jam një superhero. Imagjino unë tani Toni që vdes me mua se dal nga plani I gjithë, po s'ka që nuk ka. Toni rrezik do heqë shapkun, do heqë atë. Shop. Me goditë të përqendruar, po rrimor aty mor djalë. Ja, shenjat e para janë, domethënë që sot jemi zgjuar mbase nostalgjik se ishash në fëmijëri kthyer mbrapa. Po, okay. Me superheroin. Po, kur luanim duke sikur do shkonim në Kozmos. Edhe Ja që bëhet reale tani. dëgjonim këngë me videokaseta, me kështu gjëra. O, lëre, aman. Italia Uno MTV. Po. Ky ma për gjithsesi se nuk e di pse më shkon shtrëmbër gjithmonë mikrofoni. Po pse ba? Po nga që nuk e vë mirë. Do të kujdesesh që në fillim. Çështje vendosje, po ja. Është çështje. Gjithçka e ka një nisje. Po. Edhe një bitisje. Edhe një fund, Po, pa diskutim. Edhe ne bitisjen e kemi pas një 2 orë gjysmë që. Po, aty fillon Atëherë ndizemi. Pse s'e ndetur tani ti? Do të ndizesh? Jo, tani është ai karikimi I parë. A do të marrësh energji? Po. panel diellor. Po. Ska diell mëngjes, jam me panel shillor. Sot njëri e vërtet një panel diellor. Ua, po, faleminderit. Sot jam bërë një çfarë isha re? Një banane. Një banane. Një banane apo lëkur banane? Me hequr lëkurën. Po. Se janë dhe 2 krah të bardha. Okej. Fix. Si ka gjetur, po është një djalë të bën një krahasim, e kupton tani disa lidhje? Për mua është e rëndësishme që ai po një ngjyrat. Çdo gjë tjetër s'ka rëndësi. Kjo është e rëndësishme në fakt, edhe sot dielli kur të shet ty ecën këtej. Po, ma thonë për ditë. Qofse ka përballë. Thonë për ditë. Po dole ti thonë s'ka pse të ketë diell të Po, prandaj themi ne jo por ashi. Jo, thot ajo, s'ka mua s'bie gjë. Ua, e shikon ti që çdo gjë ka një kuptim. Pra, çdo lëvizje atmosferike e fundit të apo Po. Të lutem taksirat të ditë na jepi çik diell se kemi shumë nevojë. Çketi, merr Ramon me këtë punë flas unë drejt për drejt me ata larg. Me ata se ke paske muhabetin afër edhe. Por edhe me dorën në zemër dhe e ditis duhet të thuash. Mora fjalë, ti them Zotin ndrysho kohën. Mora vargun, mora qarkun me thurka. Shiko, nëse ty të bëhet një krahasim dhe të lihet domethënë në spliter, tani, këtë momentin që bëre, me atë djalin që e ka bërë këtë këngën, në këtë emision, me një poltron tjetër, domethënë, të bardhë. S'është I njëjti. Jo. Është e vërtet. Vetëm zëri thonë, si zëri. Edhe zëri ka ndryshuar. Ka ndryshuar, impostuar. Po, vazhdojnë njerëzit më thonë që çat ka ndodhur, ke I gjëti që ka ndodhur. Çat ka ndodhur dikur apo tani? Dikur. Se duket sikur ka ndodhur ndonjë gjë dikur. Tani, se në lidhje me dikur, gjithmonë. Ke bërë krahasimin me dikur, por të gjithë thonë që çat ka ndodhur se din që unë kam marrë një kredi dhe kam investuar kështu. Po. Në pasuri të paluajtshme. Bravo. Ajo. Shumë Pra të gjithë mund të bëhen, mjafton të kesh lek, morali. Mjafton, bravo. Ka njerëz të shëmtuar. Kishte publikuar ditën e dieshme Matina, një kështu një nga ato postimet e veta, ishte fantastike, që thoshte, unë e kam gjetur Chelsea-n e suksesit ose të qenit I shëndetshëm me këtë ande. Dhe kishte edhe një ampull në dorë, dhe unë po prisja që thoshte që qa ishte ajo. Parat, po. E fund kesh lek. Do me thënë, edhe nëse do të ushqesh shumë mirë, edhe nëse do të jetosh shumë mirë, nëse do të ndërtosh stil jetese, si duket, tashmë kushton, gjithçka kushton. Edhe në rastin e re do të bëj një ndryshim për shembull, kushton, ka një kosto. Por jo, shikoj, tek ty më duket sikur ka vletur periudha e ndryshimit të kohëve. Jo të... Edhe ndryshimi I kohëve ka qenë produktiv. Po mirë, shiko, le të themi që ndryshimi yt nisi që kur na njohen ne. E themi këtë? O zemra, unë këtë I thash se kur ishëm në një panel bashk, në një emision, tha, po shumë ka ndryshuar, këtë thashe, keni vëreshë këto 2 vitet e fundit, se se ka ndryshuar më përpara. Shtefja më ka marrë në dorë. Direkt, tashun, ky ka zbatuar direktivat edhe, e shikon si e bërë rob zoti më? Do të marrë në dorë, tha, dhe unë ty do të ndryshoj rrjedhën e jetës. Po na lërët sa merita neve, se te veshja për shembull, kam kontribuar I çik. Keni kontribuar gjithë. Por ai xhupi fakt, edhe
Unë ju jam falenderues. Ai xhupi edhe pse verë Romina duhet ta kishte marrë. S'ma dakor atë xhupin, po nuk ka problem se doli nga moda, nuk më duhet më. Doli? S'më duhet më. Të rrof të xhupin, mbaj xhupin. Kot, sa prishe marrëdhënie me Rominën. Ore hekur i rihet sa është i nxehtë thon. Ashtu thon. Po ufto. Po Baje xhupi. Po fto biri sa të duash. E qartë, lutem nga nga Sigafredo që të flasim më kthjellë. Po juve s'po na tregoni absolutisht se si jeni zgjuar sot, ndërkohë që unë gati gotën e Segafredos. Po me energji. Duket që jemi zgjuar shumë mirë. Po. Se sa fillon edhe ngrohet koha, vjen vera, ne kemi mendjen te fundjava, tek plazhi. Po. Kështu që pse jo? Dhe ka një moment të bukur e gjithë dita, është ky mëngjesi që ne kemi fatin e madh që ta shijojmë këtë mëngjesin, është kjo. Po, si rej. Është kjo koha që del pak diet, ti drejto pak mikrofonin se e ke porosi nga regjia. Që kështu dhe jesh shumë në rregull. Ky mikrofonin s'kam çai bëjun. Alo. Jo, është materiali i bluzës. Materiali i bluzës që. Po e ka dhe material të shtrenjtë, si ka mund si shtrenjtë. Po tani mos i trego këtë gjë. Jo çdo gjë e shtrenjtë është e mirë. Bora, më pëlqeve këtu. Kjo hyrje sot që nga kohë reflektive dhe me mesazhe të rëndësishme. Po. Gjithsesi domethënë jemi mirë. Po jemi mirë. Po Është një bluzë pa programuar. Është një bluzë pa programuar për të mbajtur mikrofon. Po, nuk e di. Po dhe unë jam si lëshuar sot. Flet edhe gjithkohë. Jam si lëshuar mbase dieta. Mbase dieta, u bëra një 2 ditë, 3 ditë që jam shumë i lëshuar, Bora. S'duhet ta bëja si batut me atë videon e zonjës që ka postuar rrjetet sociale. Pas përfundimit të Barova dietën dhe ja ku jam. Me serum direkt, domethënë, po gjithsesi. Po të shketi se s'të ta arrish në atë pikë. Byreqe sot. Byreqe, rileqe, kështu gjëre. Rezistoj edhe një. Është për të ardhur nga shtëpia jote, pra Romina, më mirë. Komentojmë po të do. Kjo video e fundit duhet ishte lajm, jo vetëm video. Fal. Po ja, me që ka e fundit, le të qëndrojmë. Po asë më vinë shumë Po prandaj shiko, është e joti apo është e tjetrit, ajo që ti gjuhë, po. Ekonsistenca, më interesant. Konsistenca, po mirë. Varet, aty konsistenca duke që ishte e konsiderueshme. Që ke njohur si mirë ti materiale. Po duket ajo se... Robi e kupton të një njeriu kur has fuk, gjell, gjëra të këtilla. Kuptohet ajo. Dhe të një njeriu që has sufllaqe. Se tani Romina është shumë e lehtë për ta kuptuar, po e hodhet në ajër dhe su hap si parashut kështu. Lëre më mirë, unë them mos. Imagjino të flasin për balonën pastaj. Bravo. Kështu që unë prandaj mendoj që... Po jo, Romina e deshit dhe titull më vete që ta komentonim. Jo, e kesh dorë, s'më ke bërë Segafredo në ti mua. Ua, vdeksha. Se prandaj... Jo, bëj Segafredo njërë pastaj. Gati Segafredo, me që folëm për festivalin. Një fuzi, një kafe të një edhe. Jemi në regull. Që të mbyllësh mua abetin do thuash. Bravo. Shto, mirë, ecim të tip. Dikush do mbaj pasojat. Janë të gjithë të rritur këtu. Ecim, se kemi titull gati, janë sa po dalë nga furra. Është martesë, bashkëshorti i Dian von Furtensberg. Furtensberg. Fürstenberg duhet janë, se zojë ty, Fürstenberg. Kur vajti të ajo homoseksual. Ajo me si atje po shifte, Fürstenberg ta edhë. Zbulon se është homoseksual. Më mirëvonë se sa kur. Po 24 vite se kuptoj më herët. Po se bjet varet kur një dashurinë e jetës, pjep të sheqer. Jo, po se ja tani të të themu një detaj që ti... Puna është që është më mirëvonë se sa kur. Ka njerëz që mund ta kuptojnë pas 50 vitesh, siç ka njerëz që mund ta kuptojnë vitet e para, me kë kanë të bëjnë në ekran. E kuptojnë pas 50 vitesh, shumë bukur. Ka por gjithsesi gjatë këtyre 24 viteve të martesës që kanë ky çifti, Diana me ata. Ai ka deklaruar pra së fundmi në një revistë, ka deklaruar që unë kam qenë gjatë gjithë kohës në marrëdhënie me meshkuj.
Kam qenë gjatë gjithë kohës në marrëdhënie me meshkuj dhe vetmja femër e jetësime gjatë këtyre 24 viteve ka qenë grua. Ua! Qyqyrë gjithë rësë Prandaj po them, ka lidhje me një Jo, ti e vetmja, pra vlerë. Ajo e beson. Në të rast, ti e vetmja zemra ime. Jo ajo e beson, por është e vërtet, e vetmja ka qenë. E vetmja, femër po. S'ka qenë i vetmi. Po do më thënë, e vetmja është duhet përcaktuar tani kur thuhet, ti e vetmja femër. E duhet bërë ca pyetje të qëra fjallë. Kur të thonë ti e Vetëm femër? Po. Pastaj edhe burr, po ti s'ndihesh burr. Ai është tjetër muhabet pastaj. Pa ai ka thonë që kam pasur gjithmonë një dashuri dhe tërheqje shumë fortë seksuale. Po ajo e ka ditur? Tani ajo nuk e di a e ka ditur. Ka dyshuar? Kjo nuk është deklaruar që nuk Ka dyshuar. Tjeta e ka ditur, por unë mendoj që po. Pse? Mendoj që po, sepse vajzat kanë shkosh 24 vite me meshkuj. Kesh marrëdhënie e tjerë. Kështu që besoj që është diçka që e dallon edhe bashkëshortja në atë rast 24 vite. Po çfarë dallon, more jam me shokët, do zemër, jam në udhime të çunat, jam në udhime me shefin. Po s'do ta dalloj 5 vite, po do dallohet një moment, ajo se dallon edhe në marrëdhënie me ty, do dalloj në marrëdhënie me të tjerë. Ore, po ju jeni super mashtrues dhe manipulues, me ku kuptoheni juve ç'a bën? Ja. Po do dalloj gjëja tani se dallon një djalë homoseksual nga një djalë. Jo, mos e ka persona që janë homoseksuali dhe nuk kanë këto tiparet e lajkave që mund të kenë masa. Mund të jenë shumë maskulinë në pamje të parë. Nëse, unë mendoj që 24 vite. Dhe ai duket që është. Po, s'ta jep kështu për shkak. 24 vite mendoj që është shumë. Për të mos u dalluar gjithmonë. Në një moment do jetë që do dalluar. Ajo ka pasur besim të verbër tek ai. Zakonisht thonë që ai shtëpisë e merr vesh i fundit dhe di gjithë bota. Unë mendoj që ajo e ka ditur. Mendoj që ajo e ka ditur se. Shmë thjesht si kjo Rominës. Edhe kur e thot këtë gjën, edhe kur e thot këtë deklaratën, se çfarë tha Romina? Thash ai shtëpisë e merr vesh i fundit dhe di gjithë bota, po e merr vesh i fundit ai që është i përfshirë. Edhe e kupton edhe e fundit është vend e re. Dhe kupton kur ti ke marrë vendimin, no pse se dieti? E dija unë se dieti. Edhe duke qesh, se dieti, qyqa, me vërtet. Po gjithsesi, domethënë, unë mendoj që është një kohë shumë e gjatë për të mos u zbuluar. Shumë bukur ka nisur sot, shumë mirë. Po shumë. Rregullojmë të baluket. Ju pëlqejnë baluket e mia me qëra fjala. Ashtu mbaj tani ndryshoj, bra. Faleminderit. Ecim te titulli tjetër, ecim. Po bora rroç. Më mirë, po. Hajde. Stresi në zyrë mund të jetë më i rrezikshëm se duhani, ja pse. Prandaj striti shumë në zyrë. Po i pëlqen të punoj në ambientet hapura me ajër, po. Tajroset. Në televizione paralele. Pëlqej ta ndroj zyrën. Ndroj shpesh zyrën. Ajo është një ndër krajësitë e mia, motra. Je artist i lirë. Po, ja vetëm një sekondë se në këtë lirin nga 700 tituj që ke aty, hape. Po tani shiko, stresi ka mbetur si janë ai shumë tituj sa. Është edhe një artikull i fundit, një studim që thoshte më e lehtë është të lësh punën sa, jo, si ishte, po, të lësh punën sa të lësh cigaren. Po, puna lihet tak. Po, edhe cigare tak lihet. Dhe që e di që të dëmton, domethënë, dhe duhet ta lësh. Po ta thot aty duhani vretë, ti prapë merr, po është kjo vretë me këtë. Gjërat e ndaluara të duken kështu më. Po mirë, do të fillim të themi edhe puna është e ndaluar. Unë ka plot o bora. Po, s'ka profesion. Në përzyra nuk lejohet cigarja, kështu që te stresi do bëjmë si do bëjmë, do merremi, ta zgjidhim. Stresi në zyrë, thotë, është më i rrezikshëm se duhani për arsye të parë, sepse krijon varësi shpeshherë puna në jetën e një njeriu. Pra rutina i krijon varësi njeriu dhe ajo varësi e bën atë që shpeshherë të qëndrojë dhe në ambiente toksike tek të cilat nuk mund ndihet rehat për shkak se nuk ka gjetur një vend tjetër më të mirë, ose për shkak se është mësuar tashmë dhe ajo rehatia, ajo zona komfortit e ka bërë atë që mos të kërkojë për mënyra alternative. Okej. Le të themi si e konsiderojnë si vesk këtë pjesë. Dhe pse është e rrezikshme kjo se ti mbet në vend? Është e rrezikshme sepse jeta jote bëhet monotone. Jeta jote shpeshherë humbet kuptimin si që mund të ketë dhe mbi të gjitha të fut në një lloj kuadrati tek i cili mund edhe mos dalësh më, ose mund të mos i kuptosh vlerat e tua për një farë kohë të gjatë
mbase që të vjen një reflektim i vonë pastaj. Po, shumë kompani edhe në botë kanë bërë një vend të posaçëm për njerëzit që pinë duan të pinë një kafe jashtë zyrës, por tek ambienti i punës, e kanë si balkon ose si ambient më vete, sepse me sa duket thuhet që aty merret vesh gjithçka. Të gjithë mund të flasin për gjithçka dhe të gjithë mund të marrin vesh gjërat e njëri tjetrit. Me sa diun edhe në legjislacionin shqiptar është e detyrueshme që çdo kompani, çdo institucion të ketë një dhomë pushimi për punonjësit e vet. Po, të ketë një ambient, domethënë një ambient kafeje, një ambient ushqimi, për shembull ditë diçka e kombinuar që. Nëse në dienin ton nuk është se funksionon, se shumica e kompanive e kanë si iniciativë për ta lënë si hapësirë. Në mos nuk kanë vend, kafja poshtë është gjithmonë aty. Po sigurisht, me ushqimin e veta. Japonia e lejon për shembull që ti të marrësh një orë gjumë në mes të punës. Në mes të punës. Po Japonia janë disa kompani, janë disa, le të themi, kanë bërë karriget ata, kështu që. Janë disa vende pune të cilat e lejojnë që ti të flesh një orë, sepse është me orar të përcaktuar? Po, me orar të përcaktuar. Është menduar tashmë që edhe të futet si projekt ligj në Japoni, që çdo punë, çdo vend pune të ketë hapësira gjumi për punonjësit, sepse mendohet që është diçka që mund të ndihmojë edhe të rrisë dhe të stimulojë të gjithë njerëzit për të punuar. Edhe të krijojë të gjithëve një ambient shumë komod, tek i cili mund të pushojnë në mes të intervaleve të punës, dhe aty të kenë gjatë gjithë kohës produktivitet më të lartë gjatë ditës. Pra, lodhja mos i ndikojë aq shumë derisa të mbrin në një pikë. Hajde të zëj gjumi ty atë një orë. Në rastin tonë që zgjojmë herët. Nuk ka ditë këtu për shkakun që thua ti ta kisha një krevat atje, do isha shtrirë. Po ato i kanë portativ, pra se i kanë. Po mirë, aq duhet. Aq një gjysmorësh. Një mbështetje. Një orë është tepër. Gjysmore, pastaj pjesa tjetër e gjysmorës që ti e merr për të kthjelluar dhe jam punë pastaj. Bravo. Interesante. Ka pëlqyer shumë një video e Adrola Dushit në intervistë që ka dhënë para ca vitesh, po ka filluar qarkullon. Talenti im është gjumi. Kaq. Bravo. Tani këtu thuhet gjithashtu. Ku ju ka shku menja mor? Talenti im është gjumi, tha. Nuk tha as hobi, tha. Talenti im është gjumi, më pëlqen të fle. Kaq, këto kam talent. Talent, të kesh talent do të thotë që dish bësh diçka, dhe ditë të flej shumë mirë. Po, ditë flej, po. Okej, ne jemi të patalentuar. Unë hyj të njerëzit talentuar. Gjithashtu. Po ti, po, je talentuar, po është talent normal, po ajo duhet ta ketë. Nuk është normal, talenti jashtëzakonshëm. Po pra, talenti jashtëzakonshëm. 12 Tani orë këtu thuhet që pasiguria në punë, thotë, orët e gjata të punës, mungesa kontrollit, mbi detyrat, faktorët kyç të stresit që mbi 50% shton gjasat për të raportuar probleme shëndetësore. Pra, kërkesat e larta në punë rrisin rrezikun për sëmundje me 35%, ndërsa orët e zgjatura të punës lidhen me një rritje prej 20% të vdekshmërisë. Të paktën këto janë studimet bëra me janë 228 studime të ndryshme që janë bërë me njerëz të ndryshëm në shtete të ndryshme. Të ulë cilësinë e jetës, pra. Ulë cilësinë e jetës, me pak fjalë. Po, okej, shumë interesante. Kështu që mendojeni mirë në çfarë pune do jeni, ma është. Po, duhet të zgjidhni, po. Jo të gjithë kanë fat. Aprovojmë. Ecim. Përpara të fleshë zhveshur sa shumë përfitime, në të shift efekt edhe më i fort. Tani. Heshtje. Tani. Mos bëj pyetje. Pyetja ime dihet se ç'mund të ishte, e kupton? Pra, çfarë ekipi jeni? Ekipi pro apo kundër? Po, nuk pyeten kolegët, nuk pyeten kolegët për të shoqet, për shumë pyetja ime do ishte. Por, thashtë ta lejon e tika. Ta lejon e tika. Kështu bëjmë pyetje për njerëz të tjerë. Një herë për po dhe 2 herë për jo. Jo ti, o Toni, jo ti, hajde. Pra, një numër gjithnjë në rritje thotë i njerëzve, të paktën sipas studimeve, po zgjedhin që të flënë pa veshje. Dhe jo vetëm si çështje preferencash, por disa përfitime reale, nga cilësia më e mirë e gjumit, tek vetbesimi dhe madje edhe shëndeti i lëkurës. Po. Atëherë, thuhet, kur trupi ftohet natyrshëm gjatë natës, gjumi thellohet dhe trupi pushon më mirë dhe truri gjithashtu. Një studim i publikuar nga është fondacioni ndërkombëtar i gjumit. Po ku të zë gjumi ashtu më të hyni ftohti. Po fillon pushon më mirë trupi, edhe truri.
Po tani në do Si do pushoj truri kur ti nuk flet dot se ke ftohtë? Po ti duhet ta kesh bërë ambientin aty që ti jeti ngrohtë, pra. Nëse ti mund të flesh me çarçaf dhe veshur me diçka, atëherë po pra, ose po mirë, edhe në dimër, po do e kesh hedhur një batani ose një organ. Trupi ka nevojë për kontaktin e afërt të robës. Temperaturat e ulta trupore, ndihmojnë në çlirimin e melatoninës edhe hormonit të rritjes, të dyja të rëndësishme për rigjenerimin e trupit. Gjithashtu, në çift efekti është edhe më i fortë. Kontakti lëkurës me lëkurë nxit lirimin e oksitocinës, hormonit të lidhjes dhe dashurisë, duke përmirësuar marrëdhëniet intime dhe gjumin në të njëjtën kohë. Po, këtu bjem dakord. Këtu bjem dakord, okej, po ideja është këtu tani që në rregull. Në rregull. Ndihmon te gjumi. Po a flihet gjumi pia apo? Me copa. Po mirë, po ai gjumë që bëhet të paktën. Po ai sa bëhet ama? Po në total është kohë cilësore. Në total, po 1-2 orë cilësore. Le ta marrim kështu të përgjithshëm. Nga ana tjetër thotë, të fjeturit të zhveshur ndihmon në aerosjen e lëkurës, zvoglon mundësinë e irritimeve dhe infeksioneve në zonat intime, thotë, sidomos gjatë muajve të nxehtë të vitit. Po e ka thënë doktor Balili. Po pra, krijon një lloj aerosjeje. Nëse se keni provuar akoma, thotë, jepini gjatë një nate të paktën provojeni se si është ndjesia. Jo tani se rrezik do Romina që shumë unë dua kontaktin me robët. Po, unë flej me batanie me korrent deri në qershor. Ashtu akoma nuk është shumë. Me batanie me korrent deri në qershor, the? Po. Me korrent. Me korrent. Mirë, është shumë interesante ishte ecim, po. Ecim përpara. Trump zotohet të rihap Alcatrazin, burgun më famkeq të Amerikës. Po, ka bërë namë me këtë deklaratë, në fakt. Edhe nuk është pritur mirë. Në fakt, burgu është mbyllur si një shkelje e të drejtave thelbësore të njeriut, por me sa duket Trump ka këto direktivat e veta, mendimet e veta, ligjet e veta. Ai tashmë është parë që deklaratat e tij janë totalisht ndryshe nga ato që njerëzit mund të kishin menduar. Nuk i kishte imagjinuar njërisht ai do mendonte për burgun e Alcatrazit, një gjë që u mbyll për shkak se fyente të drejtat e njeriut, edhe pse të dënuar nga ligji, por për faktin sepse ai është i projektuar në formë të tillë në një ish ku ti nuk e hapësira as për të arratisur dhe mundësi për të larguar, që kështu kjo parimisht mendohej si një çështje e mbyllur historike, nuk mendohej që do t'i rikthehej sërish Trumpi. Si mendoj unë që nishu është më lehtë të arratisësh? Është totalisht e pamundur. Në atë ishull të paktën është totalisht e pamundur, sepse ujërat janë shumë të ftohtë, rrjedhat janë shumë të forta. Thellësia gjithashtu, aty njeri nuk afrohet dikush. Është e pamundur që të ikësh të paktën me notë që aty deri në breg. Po, po flas për notë, po flas për organizime me skafe, me gomone, me gjëra të tjera. Ka një rreth, po, ka një rreth të përcaktuar që nuk do burr ka ruajtje, po kjo s'do të thotë që nuk ka arratisje. Por deri tani nga historia është parë që nuk ka pasur asnjë, edhe kur ka menduar një i burgosur të arratiset, ka rezultuar pa sukses. Prandaj është thënë që ka një siguri më shumë se të lartë dhe është një ndër burgjet më famkeqe dhe më të rrezikshëm. Tani për momentin Alcatrazi është një destinacion turistik. Qindra mijëra turistë thuhet këtu që vizitojnë çdo vit ishullin. Dhe rihapja e tij si institucion penal është duke u menduar nga Trumpi dhe ka deklaruar tashmë për The Times që ai do patjetër që ta rihap Alcatrazin, sepse mendon që është koha që me kriminalitetin e rritur në Amerikë dhe me rrezikshmërinë që çdo vit është duke u shtuar të paktën në Amerikë, por edhe në gjithë botën, Alcatrazi mund të jetë vendi i duhur që të gjithë të burgosurit të shkojnë edhe më të rrezikshmit e vendit, pra të shkojnë dhe mos kenë fare hapësirën për të pasur një arratisje të mundshme. Dhe gjithashtu të jetë një burg shembull për të tjerët. Pra të jetë një burg që për ata të burgosur me rrezikshmëri të lartë të ketë edhe kushte shumë të vështira izolimi. Izolimi, po. Pra se është një burg që ka vërtet kushte shumë të vështira izolimi. Gjithashtu është i mbyllur që në 1963 si burg. Pra 20 vite ka qëndruar i hapur, nga rreth 17 vite, nga 1946 në 1963. Më pas është mbyllur si burg në 1963. Me sa di unë ka qenë i hapur edhe një periudhë tani më të hershme, po
Nuk jam shumë e Pak sigurt. në kështu si çdo artikulli deri në 1963 ka qenë i hapur dhe kushtet kanë qenë të mjerueshme brenda në fakt. Po, pra, pikërisht. Kushtet kanë qenë të tmerrshme për të Domethënë nuk ka siç mund të ketë vende të tjera, suita, gjëra kështu. Pse Shqipëria është atje? Ja. Shkjo. Haruam në këto detaje. Detaje Ne vogël. jemi të gjitha Tani nuk kushtet. shkohet në burg për të ndenjur ai çkeq. Po jo, prap tani. Shkoti ketë. Ti do rish gjithë jetën atje, dy kushte do i kesh. Pikërisht pra. Nëse pastaj përveç atyre që konfirmojnë që kanë bërë veprime shumë të rënda dhe akti i tyre kriminal është i tmerrshëm, ka dhe persona të tjerë që kanë zbuluar pafajësinë e tyre pas 20-50 vitesh. Dhe pse janë dënuar me burgim të përjetshëm për shembull, dhe në rastin konkret nëse dikush do futeshë në atë burg, nuk do kishte më pastaj sens edhe të dali që ai është i pafajshëm pas 20 vitesh. Gjithçka aty mund të ketë mbaruar. Kjo është e Okej. tmerrshme. Po, sepse janë zbuluar shumë, të paktën në Amerikë kohët e fundit po fillon dhe të bëhet shumë procedurë. raste, po. Ka shumë raste që rezultoi i pafajshëm, ndërkohë që atij personit jeta i është shkatruar. Janë këto hetimet që çon deri në fund. Edhe më pak, ndonjëherë thjesht traumë. Po, traumë. Është shumë e thjeshtë të thuash 2 vite në burg. Jo, 2 vite, me has 2 ditë, po, ecim. E qartë, ecim. Ecim. Ja, cili është personaliteti më i favorizuar Për jetë më gjatësi. shumë jetë gjatësi? A, njëherë. Ata që se vrasin mendjen fare dhe si. Atëherë, personaliteti thot më indikuar për jetë gjatësi, thot, janë njerëzit që hedhin letra, apo ja? Thash, ua! Jo, thash cilët hedhin letra në këto moment. Të plakesh mirë, thot, dhe t'jetosh gjatë, është diçka që njerëzit po e kërkojnë, por janë personalitetet e qëndrueshme. Pra, njerëzit e qëndrueshëm, ata që gjatë jetës së tyre kanë një jetë gjatësi më të madhe. Njerëzit që nuk janë emocionalisht mbi të gjitha të paqëndrueshëm. Po. Njerëzit që janë psikologjikisht të qëndrueshëm, njerëzit që janë në jetën e tyre zakonisht bëjnë një jetë të balancuar, pra ata që arrin të ruajnë një peshore perfekte gjatë jetës së tyre, të paktën të emocioneve, sepse normalisht që emocionet ndikojnë më shumë të edhe në shëndetin Besoj që fizik. ndoshta ata që tregojnë më të qëndrueshëm, ndoshta janë ata që vuajnë më shumë. Po. Se kanë shumë vështirë të ruajnë balancat. Parimorët. Po. Gjithashtu, njerëzit që kanë shumë sedër, njerëzit që mendojnë më shumë për të tjerët, ose qa tha bota, bota qa do mendoj po të bëjnë këtë veprimin. Dhe janë ata që mendojnë shumë, pra, mendojnë shumë gjëra. Ndërsa persona tjera, pastaj, do të jetë shumë e thjeshtë jetosh ashtu. Do t'jetë mendoj, po ne i vëm një lloj vështirësie vetes tonë, do të edhe për adrenalinë, ose nuk e di. Po, unë prapë mendoj që është çështje parimi. Unë mendoj që ndikimi më i madh është të jetuarit duke menduar shumë. Mendoj që kjo është gjëja më problematike e një njeriu. Ja bën vetes pra. Që shumica prej nesh e ka. Shumica prej nesh e ka, por sa më shumë ti mendon për gjërat, aq më keq të dalin në fund. Po. Sepse janë disa persona të cilët nuk i mendojnë fare gjërat dhe i del për mirë, po edhe kur i del për keq thonë bare. Ka dhe disa persona që unë i them bravo i shoh se janë disa njerëz që nuk bëjnë asnjë gjë ose bëjnë një gjë fare të vogël dhe hiperbolizojnë aq shumë dhe din ta shesin aq bukur. Sa thua ti? Po, prandaj thash, nuk e di bravo i shoh se si e bëjnë atë gjë. Thua ti ç'a bëjnë? Pastaj ka njerëz të tjerë që bëjnë pafund gjëra, edhe janë modestisht. E bëra këtë, ndërkohë që tjetrit mund të jesh dashur shumë kohë ose mund mos e ketë bërë fare. Prandaj po themi, pra dhe ai jeton shumë më i qetë. Ai personi, po, jeton shumë më i qetë se ty duhet shumë më shumë punë për të arritur diçka. Ty duhet shumë më shumë mendim. Ti kur shtrihesh natën para se të flesh ke një të paktën një 15-20 minutësh që ti mendon dhe truri jot është gjithkohës në lëvizje, dhe kur zgjohesh në moment të parë që sa zgjohesh prap truri të shkon diku, nuk është se je pres që të jesh i qetë edhe të vazhdosh ditën të pishat kafe në qetë. Po njeriu është njeri se ka arsyetimin dhe mendimin, se ndryshe pastaj. Po këta tjerës nuk e kanë për shembull. Të cilët nuk duhet të jetë limituar për të jetuar për ditëshmërinë e tyre, për të bërë disa veprime të cilat
Gjithashtu, ata të quajturit overthinkers, pra që i mendojnë më shumë se ç'duhet, ata e kanë shumë të vështirë jetën. Ata dramatikët, që mendojnë skenare që ndoshta ndodh, që nuk ndodhin kur në të ardhmen, po ti thjesht bën skenare, ua, po sikur të shkoj të ndodhi. Pastaj këto janë nivele të ndryshme pra mënyra si përjetojnë, se ka njerëz që mendojnë gjithçka, ka njerëz që mendojnë gjithçka e mendojnë negativisht, ka njerëz që panikosen dhe e shfaqin panikun dhe stresin dhe të tjerët, dhe thua ti më mori shpirtin ky njeriu. Shiko, ke shumë njerëz që e kanë të lindur, por ke edhe shumë njerëz të paktën në kohët e fundit, për shoh që nga zhgënjimet që kanë pasur ose nga x arsye që mund të kenë pasur gjatë jetës tyre, janë bërë mbi mendues, pra janë bërë overthinkers, edhe kjo gjëja pastaj normalisht që në vend që ti ndreq punë nga i zhgënjimi ose një situatë që kanë pasur, bën shumë hapa pas. I fundos. E qartë. Gjeni balancat njerëz që jeton. Ja ku jemi pra. Kemi mbaruar me titujt? Po, mbaruam me titujt. Tani kemi nevojë totalisht për gjëzën, ta gjejmë për gjë. Po patjetër, si çdo gjë. Balona do të pareci. Balona është e para. E shohim në monitor. Kam këmbë, por nuk ec. Kam krah, por nuk fluturoj. Pushoj kur jam në punë, nuk flas, nuk dëgjoj. Au! Rej. Po. Po, më kujtoj situatë djeshme. Ai përshtatet. Po, ishte dje. Kam këmbë, por nuk ec. Kam krah, por nuk fluturoj. Pushoj kur jam në punë, nuk flas, kur dëgjoj. Nuk dëgjoj. Pushoj kur jam në punë. Mendoni që mund të jetë. Më çedon se kam këmbë, por nuk ec. Do një mjet pune që ne e përdorim, që mund ta kemi në zyra. Kam krah, por nuk fluturoj. Pushoj kur jam në punë, flas nuk dëgjoj. Tavolinë pune, zyrë pune. Karrige pune, që ka krah. Njerëz që mbajnë balon në punë. Po, për dekor mund t'jetë. Ose ka njerëz që balonën e kanë punë. Po. Fluturojnë si të ajrit. Po. Mendojnë. Pushoj kur jam në punë. Kam këmbë, por nuk eci. Kam krah, por nuk fluturoj. Pushoj kur jam në punë. Tu fokusi. A jam brenda objekteve të tavolinës së punës? Do t'jetë. Mo jam, mund t'jem. Më thuaj objektet që kemi në zyrë. Jo, si e frymëzuar nga aty. Objektet që kemi në studio? Jo. Do t'jenë punë kështu për jashtë. Punë vullnetar. Kasetat me regjistrimit. Ato me rimbushje, po. Ja. Nuk është. E çuditshme. Se më ngec pra filmit, e pushoj kur jam në punë. Po, pushon kur është në punë. Këtu është kleçka. Kur jam në punë, pushoj. Ua, Regjia, po na jepni një ndihmë. Makineri? Po, telefono mikun. Printer? Printer? Jo. Jam afër? Jo. Po pse reagove ashtu? Ja, po mirë, tani kjo është enigma. Po mirë, skaner, eko, grafi, skopi. Po, kolonoskopi, bypass të fillume, të gjitha të i marrë, ja. Nuk e gjejmë dot. Jo. Po besoj, mendoni të dashur njerëz, të dashur miq, miq, edhe një herë tjetër, ta përsërisim gjatë gjëzën për herë të fundit. Po. Kam këmbë, por nuk ec, kam krah, por nuk fluturoj, pushoj kur jam në punë, nuk flas, nuk dëgjoj. Kjo është gjatë gjëza, mendoni, dërgoni përgjigjet në Instagram, Facebook, TikTok. Gjithashtu mund t'i dërgoni në postën time elektronike, ribezhani@upapuna aty dërgoj, .mcn.tv. Bravo, okej. Shumë interesant. Teksti. Më ngeli mendje tani. Ja do na e thot tani. Ja them kur t'ikim. Na e thot e tekstin, tekstin ndërkohë. Çfarë ishte? Cili është teksti? Sa ishte përgjigja? Unë ndërkohë që e thoja, tak dilën në transmetim ajo. Qenë këto E ka morë diplomën rrugë Pip. and trap mastering. Tash po kry doktoratur, që është me bolekin. Landa. Hustle. Landa Hustle, motivim 101. Atëhere, më ke pas mu të qysh i lagjes.
Çdo hy mjedalje. Okej. Jom kon një prej fillestarëve me ëndër të madhe. Unë moti, haslërati, kom 100 medalje. Urdhëro? 100 medalje. Okej. Po. Mun me i një prej dëshmitarëve plot storje e ngjarje. Atëherë, dil shumë në përlajme, tash po dalim veç në portale. Banda jon u kon lokale, amo tash është bo globale. Po shqyqyr që në erdhë vakti halal me bo pazare. Shtyje dorën, edhe zgate, s'ka nevoj kur farë kontrate. Zdal për lafe me pikafe me boj gare, unë lafet ju alo grave, ma mirë bëj plane. Bile, plane vizionare. Shumë kolosale të lëvizja një ngranazhet fiksi orë zviceriane. Shumë rëndësi kanë këtë detajet, zvon me lon as një anash. Po na trashet barki, torta barabart po ndahet. Si hargjojnë paret, dhe sa mirat shplahen. E kom morë diplomën rrugën në trap master. Qartë. Në trap. Në trap. Tash po kry doktoratur. Mos duket keq. Qysh me bo lekin? Qësh me bo? Ha? Qësh me bo? Landa, hustle, motivim 101. Këtë me do. Search. Na ashtu. Ora e parë, qysh me u bo rich? Mos më mësim. Unë dho mësim qysh me u bo rich. Po lek? Të mësoj me u bo kapitalist. Qysh me u bo rich? Motivim 101, është ora mësimit. Qysh me u bo rich? Ta klikoj njërë këtë motivim 101. Motivim 101. Po, është klasa pra, është klasa. Kati parë, dera majtas. Fiks. Po, Kush e këndon këtë më shumë lëmshke? buta. Buta. Apo të pëlqen të rëpoja. Mbanë më në dhe që ditë. Jo, bre. Buta. është kënga quhet Rich. Okej. Buta është i pasur në këtë këngë. E dëgjojmë pak butën? Kot fare, tekste që Motivimi 101. Po, flasin më për motivimin dhe si të bëhesh i pasur e nuk ta thonë si të Shko në bëhesh i mësim, pasur. thot, mos e lere orën e mësimit që ta kuptosh. Mësoni ku e ka shkollën ky buta. Shkollën ta tregojnë, por klasa motivimi 101. Po ku pra ku adresën tu? E ka private dhe s'ta themi Do shkoj. E qartë, Do shkosh atje dhe të mësone. Po, mirë, të shkojmë bashkë me të ftuarit apo pa të ftuarit, si ta bëjmë? Duhet i pyesim fakta, kanë dëshirë për të bërë të pasur, po thjesht duan ka që të nevojë për ruajnë motivim. profesionin e tyre. Po ndoshta edhe mund të jenë futur këtij profesioni për të bërë të pasur. Edhe mund të bëhesh i pasur në fakt. Duhet ta pyesim Paulën, mund të bëhet e pasur ajo duke qenë fizioterapiste? Po, ndoshta. Mendoj që po. Po, aq më tepër tani ka e pra. Patjetër si Tani ç'është ka Paula. ndryshuar edhe mendësia e të shkuarit në tek fizioterapisti. Njerëzit e kanë kuptuar se fizioterapisti është një mjek, nuk është një njerëz që të shkon dhe të bën masazh, pra. Që kështu njerëzit e kanë filluar ta kuptojnë dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe aq më tepër që sot do të flasim me Paulën për entjen e këmbëve. Përse enten këmbët, arsyet, shkaqet, gjithashtu dhe se si të bën disa nga trajtimet. Ka njerëz që prej vitesh për shembull mund të kenë praktikuar gjylpërat në gjuhë për shkak të ujit. Mbledhjes së ujit në këmbë. Mbledhjes së ujit, por me sa duket kjo thuhet që është një gjë që përsëritet vit pas viti dhe her pas here. Dhe personat që kanë mungesë të lëngu i kockave ose artikulacioneve janë ata që kanë akoma dhe më shumë probleme. Por ta pyesim Paulën vetëm pas pak se çfarë do na thotë nëse mund ta realizojmë këtë gjë për të përmirësuar stilin e jetesës me ushtrime apo me ilaçe. Okej. Më pas, vjen në studio Shkëlqim Sabria, i cili sapo është shpallur kampion i bodybuilding sa i përket Evropës, krenari kombëtare, duke qenë se është i pari shqiptar që merr një vlerësim të tillë, është vetëm 25 vjeç dhe ka gati 10 vite të jetës së tij që ka një stërvitje intensive dhe na rrëfen sot për gjithë disiplinën e hekur që ka pasur ndër këto vite për të bërë ky kampioni që ai është sot. Okej, shumë interesant. Më pas, rikthehet në studio teologu Miron Çako. Po, dhe flasim për, në fakt të flasim për personat që praktikojnë dhe kanë kthyer edhe në punën e tyre të përditshme, fallin,
Po, defallxor, por edhe njerëz që janë të besimeve të ndryshme fetare, që thonë që hajde sa unë të largoj të këqija, të orientoj tek Zoti, mua Zoti më ka dërguar që të bëj këtë gjë. Domethënë, sa është kjo e vërtet? Sa dërgon Zoti sinjale të tilla tek këta njerëz për të rikuperuar ose për të përmirësuar jetën e tyre, për t'u lidhur, për t'u ndarë, për të hapur syt. Ka njerëz me dhunti apo janë mashtrime? Dhe nëse është mashtrim, çfarë ndodh? A ka një drejtësi hyjnore apo jo? Në bashkëpunim me djallin apo? Po pra, çfarë është djallëzor apo është? Ta di ma e kanë me djallin apo jo? Dhe a kanë marrë përsipër këta njerëz që mund të dënohen nga drejtësia hyjnore apo edhe ajo fakt ligjore, sepse Është njerëz që edhe është edhe pjesë e ligjit në Shqipëri. Okej, është shumë temë interesante që e presim vetëm pas pak me Ronin, por menjëherë ikim tek horoskopet e më pas kthehemi në studio. Dashi, ka mundësi që dita e sotme të jetë disi delikate për ju dhe në disa momente mund të ndiheni të pasigurt. Ju që keni një lidhje nuk do jeni shumë diplomat dhe të qeni të drejtë për drejtë mund të sjellë debate të her pas hershme. Nëse jeni beqar, më në fund do mund të shpreheni lirisht dhe ka gjasa që të marrin përgjigje pohuese nga dikush. Në punë mundet edhe të mërziteni duke bërë gjithkohës të njëjtat gjëra. Pranojeni propozimet e reja pa ju dridhur qerpiku. Yjet do u ambrojnë gjithkohës të ardhurat dhe ky sektor do jetë plotësisht i mbrojtur. Lejojini vetes dhe ndonjë shpenzim për qejfin tuaj. Demi, dita e sotme ka për të qenë shumë herë më e mirë nga më parë, kështu që lëreni veten të lirë dhe bëni atë që ju doni dhe ndjeni. Për ju të dashuruarit do jetë ditë e favorshme dhe mjaft e privilegjuar. Nuk do keni mosmarrveshje me partnerin dhe do i shihni gjërat me larg pamësi. Ju beqare do hallakateni kot së koti dhe nuk do ndryshoni as sot të statusin tuaj. Në punë sado që të mundoheni nuk do arrini atë që doni. Gjithsesi avantazhi është se do e merrni çdo gjë me pozitivitet. Shpenzimet kontrollojeni me kujdes, pasi në të kundërt situata do ju dalë jashtë kontrollit tërësisht. Ndihmën e miqve duhet ta pranoni sepse do ju duhet. Binjakët, ditë monotone ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë, edhe nëse keni një lidhje do ja lini gjërat kohës dhe her pas here do ndiheni keq, pa dëshirë për të vazhduar dhe mund të mbylleni në vetvete. As ju beqarët nuk do keni fat në dashuri, kështu që ju duhet të prisni edhe pak për ndryshime. Më mirë ta kaloni kohën e lirë me miqtë e ngushtë sepse nuk keni për të mërzitur. Në punë keni për të korrur ato që keni mbjell. Nëse keni bërë përpjekjet e duhura, çdo gjë do ju ecë më së miri. Marsi do ju nxjisë që të tregoheni dorë lëshuar me shpenzimet dhe gjendja ka për të pasur goxha tronditje. Gaforia, planetet do ua bëjnë çdo gjë të mrekullueshme sot dhe në çdo moment do përjetoni kënaqësi të papërshkrueshme. Venusi do jetë planeti që do të ketë ndikimin më të madh tek jeta juaj në çift dhe do ju bëjë që të përjetoni emocione shumë të forta. Zemra e beqarëve nuk do ndihet mirë as sot. Mërzitja do ju pushtojë her pas here, por nuk do kenë çfarë të bëjnë tjetër veç se të presin. Në punë, nëse ju duhet të jepni përgjigje për disa propozime, kërkoni disa orë kohë për reflektim. Në planin financiar nuk ka për të ndikuar asnjë planet, kështu që situata do varet plotësisht nga mënyra se si ju do menaxhoni. Luani, hëna kësaj herë do ju bëj edhe më të ndjeshëm ndaj botës që ju rrethon. Nga ana tjetër nuk do e humbisni asnjë moment realizimin dhe do jeni të vëmendshëm. Jupiteri do të influencojë jetën tuaj në çift. Ky planeti fatit do favorizojë marrëdhënien që keni krijuar, duke ju bërë më bashkëpunues me njëri tjetrin. Ju beqarët duhet të tregoni pak të matur në çështjet e dashurisë. Nuk është dita e duhur për t'u angazhuar seriozisht, kështu që shihni vetëm t'ia kaloni sa më mirë. Në punë do ju duhet të bëni disa rregullime të vogla që gjërat t'ju ecin më natyrshëm. Situata financiare do të jetë e kënaqshme, kështu që mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha, gjatë gjithë kësaj dite do bëni gjithçka që të përshtateni me situatat që do ju vinë. Në asnjë moment nuk do shkoni kundër rrymës. Ju të dashuruarit do mundoheni të arrini harmoninë në çift më shumë se sa të kaloni një ditë plot pasion. Do bëni gjithashtu përpjekje që të bashkëpunoni dhe të flisni më shumë me partnerin. Ju beqara do keni shumë takime, por nuk do keni dëshirë të krijoni një lidhje serioze. Nga fundi i ditës, ky mendim edhe mund të ndryshojë. Në punë, shefat do ju përkrajnë iniciativat e reja që doni të ndërmerrni dhe do ju përgëzojnë mjaft.
Kjo do jetë një shtysë edhe më e madhe për të bërë gjithçka edhe më mirë. Financat, edhe pse do shpenzoni goxha, do jenë të mira. Peshorja. Ka rrezik të jeni të paduruar gjatë kësaj dite dhe mund të keni reagime të pamenduara. Nëse jeni në një lidhje, do fillojë një etapë e re sot, por nuk do jetë aq e mirë sa që kishit menduar. Partneri do e ketë të vështirë t'ua shprehë ndjenjat dhe kjo mund t'ia acarojë dhe t'ia bëjë që të mendojë gjëra të paqëna. Ju beqarët do prisni që gjithçka t'ju ndryshojë si me magji, por në fakt nuk do ketë surpriza. Në punë do ju dalin goxha vështirësi dhe nuk do arrini dot atje ku e kishit planifikuar. As shefat nuk do I bindni dot për t'ju pranuar kërkesën e bërë. Për fatin tuaj të mirë, financat do kenë goxha përmirësime dhe kjo do ju lejojë që të shpenzoni edhe më shumë. Akrepi. Sot planetet do sjellin ndryshime të mëdha për ju, do ndiheni më mirë dhe zemra do ju mbushet me optimizëm. Ndikimi shumë I madh I Plutonit do ju bëjë që ju të dashuruarit mos keni asnjë problem me partnerin. Dita do jetë euforike dhe rutina do të largohet. Herë do ndiheni të lumtur. Ju beqarët do ndikoheni pozitivisht nga Urani dhe mund të keni edhe takime që do lënë mbresa tek ju. Në punë dëgjojeni shefat dhe mos bëni të kundërtat atyre që do ju kërkohen. Vetëm kështu do të ecni përpara. Do tregoni paksa indiferent me menaxhimin e financave dhe problemet do jenë edhe më të mëdha. Shigjetari. Ka mundësi që sot në shumë momente të ndjeni të mërzitur dhe të mos keni dëshirë për të bërë asgjë. Fatmirësisht planetet nuk do ju lënë në baltë dhe mund të ndryshojnë gjithçka. Ju të dashuruarit për një herë të vetme do e lini veten të lirë dhe do I shprehni ndjenjat tuaja pa menduar si do I marrë partneri. Do keni edhe kurajo që të flisni shumë hapur. Ju beqarët ndërkaq do keni ndryshime dhe takime, por nuk duhet premtoni asgjë pa qenë të sigurt. Në punë hapat që do hidhni mund të mos ju çojnë atje ku kishit menduar dhe në disa momente do ndjeni vërtet keq. Nëse sapo keni filluar një punë të re, tashmë gjërat do ju ecin qetësisht. Në planin financiar do keni mundësi të mira për të përmirësuar buxhetin. Bërciapi. Yje do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do I merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruarit do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, fal sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotrojë gjatë gjithë kohës tensionet dhe problemet. Shpesh do të gjendeni në udhkryqe. Me financat do jeni shumë praktik dhe do dini se si ta mbani gjendjen nën kontroll. Ujori. Nuk do jeni shumë të butë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të tregoni më të ashpër se sa duhet me personat që ju rrethojnë. Marrëdhënia me partnerin do të përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do u plotësojë të gjitha qejfet. Ju beqarë do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Në punë nuk do duroni dot që të tjerët t'ju thonë çfarë duhet të bëni dhe mund të debatoni me disa persona. Do keni tendencë të shpenzoni pa I hedhur syt nga buxheti që keni dhe kjo do I rrezikojë shumë financat. Peshqit. Në disa raste do ndjeni nën presion sot për të bërë më të mirën e mundshme. Mundet edhe të lodheni pak, por do arrini atë që dëshironi. Dita e sotme do të jetë më e favorshme për ju që ende nuk e keni gjetur shpirtin binjak. Do jeni tërheqës dhe magnet të vërtet. Askush nuk do kaloj pa I hedhur një herë syt nga ju. Jeta sentimentale për ju çifte do jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajeni këtë klim. Jupiteri do ndikojë tek financat dhe do ju bëjë më të matur. Në punë keni për të përballur me sfida të forta, por asgjë nuk do ju duket e papërballueshme. Para se të bëni një shpenzim, duhet të bëni mirë llogarit. Ky pra ishte edhe parashikimi I horoskopit edhe për ditën